Nëse vuan nga artritit e këmbët tuaj, atëherë juftoj të bëjmë këto ushtrime të thjeshta së bashku. Atëherë, ushtrimi i parë, mund të qëndroni ulur në karrikë, këmbët të mbështetura në tokë. Ajo që bëni, shkëputni vetëm gishtin e madh nga dy shemeja dhe e ulni poshtë. Nëse ju nuk mund ta shkëputni gishtin e madh pa shkëputur dhe gishtat dhe të katër gishtat e tjerë, mund ta vendosni këmbën e anës së kundër tek gishtat, dhe ajo që bëni thjesht ngrini gishtin e madh lart dhe e ulni poshtë. Ndërsa, ushtrimi tjetër, mbani të pothuajtur gishtin e madh dhe ngrini katër gishtat e tjerë të mbetur në këtë mënyrë. Ushtrimi i tretë, qëndroni përsëri i ulur në karrige, dhe ajo që bëni, do formoni këtë harkun këtu. Pa shkëputur kockën në këtë region këtu. Thjesht krijoni harkun, qëndroni 5 sekonda dhe më pas relaksoheni. Gjithashtu, ushtrimi i katërt, i hapni gishtat maksimalisht dhe i mbyllni. I hapni maksimalisht dhe i mbyllni. Ndërsa, ushtrimi i fundit, marrim një peshqir, e hapim, dhe ajo që tentojmë të bëjmë, është thjesht të mbledhim peshqirin. Pra, hapim gishtat maksimalisht, e mbërthejmë peshqirin dhe më pas e tërheqim. Pra, në këtë mënyrë. Të gjitha këto ushtrime mundoni të përsërisni 15 herë 2 sete në ditë.